Gjobat e identifikuara përmes kamerave dhe radarëve tashmë do të dërgohen në adresë të pronarit të automjetit. Policia e Kosovës ka njoftuar se nga data 3 prill, gjobat do të dërgohen përmes postës së Kosovës dhe përmes platformës e Kosova. E në njoftim, policia ka dhënë dhe detaje të rëndësishme që nëse pronari i automjetit pas pranimit të gjobës në adresë të tij tregon se nuk ka qenë ngasës i automjetit në momentin e shkeljes së rregullave, ai është i detyruar të sigurojë të dhënat e shoferit. Ndërsa në rastin e mosdorëzimit të këtyre të dhënave, sjell masa ligjore personit fizik dhe juridik. Qytetarët do të kenë edhe lehtësira nëse paguhet gjoba brenda afatit ligjor, ku do të jetë 50% pagesa më e ulët, dhe ju mund të keni të drejtë për ankesë nëse nuk pajtoheni me gjobën, kurse nëse e keni shitur automjetin, duhet me domos të njoftoni autoritetin dhe të transferoni pronësinë për të shmangur gjobat dhe shqetësimet e panevojshme. Policia e Kosovës, për të rritur sigurinë në komunikacion, viteve të fundit ka vendosur gjoba të larta që të parandalohen aksidentet e shumta në trafik.